Ajo shprehja famshme, më kanë thënë tjerët për ty se ti je kështu, ti je ashtu, andaj je kënej. Emërtime nga ma të ndryshme, fjalë nga ma të ndryshme, por asnjëna prej tyre nuk përmend vërtetën. Kush don me të njohë, le të njohin personalisht, pa ndajkimin e tjerëve. Njohja është diçka personale. Prandaj edhe Krishti don me eduku nxënësit. I heri pyet, çfarë thonë njerëzit për mua? Kush jam unë? E nxënësit i përgjigjen disa, thonë se ti je Gjon Pagzusi, do të tjerë Elia, do të tjerë njëri prej profetëve, do të tjerë se është njëri prej profetëve, por askush nuk ka thënë të vërtetën. Ju ç'a thoni për mua? Kush jam unë për ju? Kush jam unë për ty? Kja është gjëja më e veçantë. Dash me e njoft dikën, mos një fjalë të tjerëve. Njihe vetë, njihe personalisht. Ti je Mesia, biri i Zotit e gjalli, thot Pietri. Po, unë jam Mesia, unë jam Krishti, i premtumi, unë jam shëlbusi. Unë kam ardhur, jam bën njëri, kam vtek në kryq për ty, jam gjallë për ty, për shëlbimin tënd dhe për pështimin tënd. Ky jam unë. Dash me njoft një personalisht, vullnetarisht, me lëri të plot. Dash me keni lirë e shëlbum, unë jam Zoti jot.